flasim për situatën gjeopolitike në botë, ditë për ditë kemi nga i lajm që shkakton reagime të shumta dhe tronditje. Bota po mban frymën çfarë do të bëjë Donald Trump, cila do të jetë lëvizja e radhës, por si do të ndikojë gjitha këto në Ballkan, këtu në rajonin ton. Sot kam kënaqësinë që të flas me zotin Efaj Laminin, njohës mjaft i mirë i marrëdhënieve ndërkombëtare, ekspert i këtyre çështjeve në Maqedoninë e Veriut. Ne falë përshëndetje dhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Së pari, Kosova me Shqipërinë kishin nga një ftesë tek bordi i paqes. Maqedonia në mos gaboj nuk kishte? E vërtet, është një gjë që ka shkaktuar shumë reagime këtu në vendin tonë në Maqedoninë e Veriut, për shkak se Shqipëria dhe Kosova, Slovenia dhe Kroacia kishin ftesë, kurse Maqedonia, Serbia, Malizi dhe Bosnia e Veriut nuk kishin ftesë. Kjo shkaktoi edhe reagime dhe habi dhe për faktin se Maqedonia e Veriut është shtet antar i Aleancës Atlantikut Veriut, pra NATO-s, dhe ajo nuk ishte e ftuar. Në një mënyrë ky bordi i paqes tregonte edhe qasjen apo orientimin pro-amerikan të shteteve, pasi ishin ftuar të gjitha ato shtete të cilët në një mas kishin orientim më pro-amerikan. Dhe vendi nuk u ftuar. Pra ç'u din ata amerikanët në këtë rast që kanë hequr një vi barazie me Serbisë, Maqedonisë, Malizi dhe Bosnjës, akoma më keq. Nga kryeministri i qeveria ka ndonjë shpjegim për këtë, ose ndoshta edhe nga diplomat, analistë aty si interpretojnë? Nuk kemi informacione zyrtare apo qendrim zyrtar nga Ministria e Punëve të Jashtme apo edhe nga vetë kryeministri pse Maqedonia e Veriut u anashkalua dhe nuk është pjesë e bordit të paqes. Pjesë e atij bordi i cili në pjesë më të madhe të shteteve janë të ftuar ata të cilët kanë qëndrim pro-amerikan dhe pro-interesave amerikane, kurse fatkeqësisht vendi ynë Maqedonia e Veriut ishte në një linjë apo në një vijë me Serbinë e cila është nën sanksione të Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Bosnia e Hercegovina e cila ka probleme siç i dim një shtet i cili realisht nuk është funksional. Pra Maqedonia e Veriut duhet të shikoj orientimin e saj, pasi kjo është një mesazh shumë i qartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se vendi ynë nuk është në rrugën e duhur. Kjo do të thotë që ka ndryshuar, ka kthyer timonin apo? Po, Maqedonia e Veriut ka dhe probleme rreth ndryshimeve kushtetuese me Bullgarinë, si më herët kishte me Greqinë për çështjen e emrit, tani ka me Bullgarinë, por edhe raporti i Bashkimit Evropian, raporti i Parlamentit të Bashkimit Evropian tregoi se influenca serbe në Maqedoninë e Veriut është rritur shumë dhe është mjaft shqetësuese. Kjo tregon se vendi ynë duhet të bëjë një rikthim në orientimin e saj euro-atlantik, për shkak se rruga që ne tani kemi nuk është e duhura dhe këtë më së miri na tregoi dhe mungesa e ftesës për të qenë pjesë e bordit të paqes. Kjo është goditje 2 që vjen brenda pak javësh, sepse Trumpi tërhoqi edhe ambasadoren nga aty. Po, ambasadoria është e rrequr, por kjo ndoshta nuk është edhe shumë diçka duke marrë parasysh se në të njëjtën kohë nuk kemi ambasadore. Edhe në Shqipëri nuk kemi ambasadore, po edhe Malin e Zi, që kjo është ndoshta një riorientim apo një rikthem i politikës amerikane me ambasadorë të rinj apo me diplomatë të rinj të cilët do të japin një shtisë më të madhe zhvillimeve dhe orientimeve euroatlantike në Ballkanin Perëndimor. Në fakt ju si keni parë, si keni lexuar gjitha lëvizjet që po ndodhin nga kancelarit europiane, si pasojë e vendimeve të Trumpit, Rusinë, Kinën, po flitet edhe për një hartë të re, ndoshta jo territoriale, po të influencave. Po, dhe këta mund të shohim edhe në deklaratën që dha ministri i jashtëm rus para disa ditëve Sergej Lavrov, kur tha se jemi të gatshëm të bisedojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Ballkanin. Pra, në një mënyrë po rikthehet ajo ndarja e blloqeve si gjatë luftës së ftohtë, por për dallim të atëherë ku kishmi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Bashkimin Sovjetik, tani kemi edhe një aktor të ri i cili është Kina.